Rikthehemi përsëri në studio në këtë maraton për zgjedhjet e pjesshme në 5 bashkitë e vendit. Detyrojmë të përsërisë edhe një herë, janë 334.539 votues në 5 bashkitë të vendit, të cilat janë Vlora, Berati, Tepelena, Ceriku edhe Mati. Do të zgjidhen kryebashkakët e rinj, janë shpërndarë të gjitha materialet zgjedhore sipas KQZ-s, ndërsa procesi i votimit do të vazhdojë deri në orën 18, pasi kemi sipas kodit zgjedhor që data e zgjedhjeve kur vendoset nga 15 tetori deri në 15 nëntor, qendrat e votimit janë të hapura nga ora 7 deri në orën 18. Policia ka marrë një plan masash, por për të mësuar më shumë do të lidhemi menjëherë me kolegun e A2CNN Igli Çelmeta për të mësuar se cilat janë masat që ka marrë policia. Iglit, përshëndes. Atëherë janë marrë në ruajtje objektet zgjedhore, sa janë ato, sa qendra votimi ose më saktë objektet për qendrat e votimit, sa janë ato që policia ka marrë masat e saj. Përshëndetje Andi, policia e shtetit ka marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e rendit dhe të sigurisë gjatë zgjedhjeve të pjesshme vendore që zhvillohen ditën e sotme në vendin tonë, konkretisht në 5 bashki, në Vlorë, Tepelenë, Cerrik, Mat dhe Berat. Sipas policisë, në total janë angazhuar 612 punonjës policie për ruajtjen e objekteve zgjedhore, që prej ditës së djeshme, prej ditës së shtunë, këto punonjës policie kanë marrë në ruajtje 473 qendra votimi, pra në të gjithë 5 bashkit ku do zhvillohen zgjedhjet ditën e sotme, dhe që prej ditës së sotme në orën 7 të mëngjesit këto objekte janë marrë në ruajtje nga policia e shtetit. Më pas që prej orës 7, policia e shtetit është tërhequr përkohësisht për të rikthyer sërish në orën 19 të darkës për të bërë shoqërimin e kutive të votimit drejt KZAZ-ve. Në njoftimin e saj zyrtar të ditës së djeshme, policia e shtetit njoftoi që rreth orës 18 policia do të marrë në ruajtje të gjitha objektet e VNV-ve, vendeve të numërimit të votave, dhe do të bëhet numërimi i votave në vijim deri në përfundimin e numërimit. Policia do të jetë pra në këto qendra të numërimit të votave, të cilat do të jenë në ruajtje nga policia e shtetit. Zyrtarisht policia thotë që janë marrë të gjitha masat në çdo komisariat dhe drejtori në territorin të cilave do të ketë zgjedhje, pra në të 5 bashkitë e vendit, dhe ka grupe të gatshme për të vepruar në terren në raste nevoje. Ajo që vlen të theksohet Andi është fakti që deri në këtë moment, pra që prej ditës së djeshme kur objektet zgjedhore janë marrë në ruajtje nga policia e shtetit, nuk ka pasur asnjë incident apo problematik lidhur me rendin dhe sigurinë. Policia e shtetit gjithashtu njofton zyrtarisht se të gjithë punonjësit e policisë të angazhuar, pra 612 punonjës policie të angazhuar për këto zgjedhje të pjesshme vendore janë trajnuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe po ashtu policia e shtetit ka ngritur grupe të posaçme hetimore për hetimin e krimeve zgjedhore. Zyrtarisht policia thotë që këto grupe të posaçme hetimore ndodhen në terren në të 5 bashkitë ku po zhvillohen zgjedhje të pjesshme vendore dhe në bashkëpunim me agjencitë e tjera zbatuese, pra me prokuroritë e vendit, për të evidentuar dhe goditur çdo tentativë për të tërësuar votën nëpërmjet shitblerjes apo formave të tjera. Po ashtu policia e shtetit thotë zyrtarisht që në drejtorinë e përgjithshme të policisë janë ngritur grupe koordinimi për drejtimin dhe procesin zgjedhor në kohë reale, dhe nëse do ketë nevojë për ndërhyrjen e policisë së shtetit, nëse do të ketë incidente pra në qendrat e votimit, policia e shtetit ka ngritur pika në afërsi të këtyre qendrave të votimit për të vepruar në rast nevoje, nëse do kërkohet nga komisionerët e qendrave të votimit. Pra vetëm atëherë ndërhyn policia. Kjo është mundësia për të ndërhyrë policia, apo jo, Igli? Po Andi, policia që prej ditës së djeshme, pra siç njofton zyrtarisht, ka marrë në mbrojtje 473 objektet pra zgjedhore, pra qendrat e votimit, dhe është tërhequr ditën e sotme, siç e parashikon ligji, në orën 7 kur ka nisur procesi i votimit. Në momentin që nis procesi i votimit, policia e shtetit tërhiqet nga qendrat e votimit dhe në rast nevoje, nëse lajmërohet nga komisionerët, nëse ka incidente, rikthehet sërish për të zgjidhur situatën lidhur me rendin dhe sigurinë, dhe rreth orës 19 do rikthehet sërish në qendrat e votimit për të bërë
shoqërimin e materialeve drejt KZAZ-ve. Le të bëjmë një rezume se çfarë ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara, pasi edhe policia bën një analizë. Si duken këto si bashki, kanë pasur problematika në zgjedhjet e kaluara? Apo janë bashki të qeta gjatë procesit zgjedhor? Në fakt, Andi, këto janë zgjedhje të pjesshme vendore, më shumë problematike ka pasur në zgjedhjet e përgjithshme në vendin tonë, duke marrë faktin që janë zgjedhje të pjesshme vendore në disa bashki ku në shumë raste nuk ka pasur problematike, duke hequr bashkinë e Vlorës që ka pasur problematike në rastet e mëparshme, sidomos ka pasur incidente në qendrat e votimit, pasi është bashkia e cila ka më shumë qendra votimi në krahasim me 4 bashkitë e tjera, të cilët janë bashki të vogla, dhe në rastet e mëparshme, pra të zgjedhjeve të mëparshmeve lokale, nuk ka pasur incidente të shumta. Përjashtojmë pra Vlorën, por edhe Corrikun, ku jo në zgjedhjet për bashki, por në zgjedhjet e përgjithshme ka pasur incidente në qendrat e votimit të denoncuara edhe nga opozita ose nga Partia Demokratike, por duke parë dhe interesin lidhur me këto zgjedhje të pjesshme vendore, duke qartë që situata e rendit dhe sigurisë është e qetë dhe nuk ka asnjë problematik deri në këtë moment, por duhet presim deri në përfundimin e procesit të numërimit. Më pas problematiket më shumë Andi shtohen në procesin e numërimit. Kemi parë historikisht në vendin tonë që ka pasur gjithmonë përplasje midis numëruesve kur fijon numërimi i votave. Kujtojmë zgjedhjet e përgjithshme të majit të këtij viti, ku pati përplasje më shumë gjatë procesit të numërimit, pati edhe përplasje fizike dhe u desh dhe ndërhyrja e policisë së shtetit. Kemi pasur dhe arrestime të personave të cilët janë futur brenda në qendrat e numërimit dhe janë konfliktuar fizikisht me numëruesit. Por siç e thash, duke parë faktin që janë zgjedhje të pjesshme vendore dhe nuk ka një interes të shtuar jo vetëm nga qytetarët, por edhe nga partitë politike, por policia e shtetit i ka marrë të gjitha masat dhe lajmëron që në çdo qendër votimi, por edhe në qendër numërimi, janë afër pra grupe të posaçme të policisë së shtetit për të ndërhyrë në raste nevoje. Por deri në këtë moment shohim që situata është e qetë. Qartë. Mirë, të falenderoj Igli Çelemeta për informacionet më të fundit që na solle nga policia, pra policia e shtetit.